Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis petulla super të buta të lyera me sheqer. Atëherë, për këto petulla kam 280 ml i kam qumësht të vakët, 1 lugë çaj e kam maja, 60 gram i kam sheqer, kam 1 kokër vezë, 500 gram i kam miell, 60 gram e kam gjalp, pak krip, kemi vaj për skuqje, kemi miell për të na ndihmuar për të punuar pak brumin dhe sheqer që do kalojmë në fund fare petullat. Atëherë, përbërësit janë këto, si fillim do fillojmë gjithmonë me qumshtin, sheqerin dhe majan. Do t'i bëjmë një të trazuar të lehtë dhe do ta vendosim të rinë në një ambient të ngrohtë, gjithashtu ta shikojmë që majaja të jetë aktivizuar dhe krijon fluska sipër. Në qoftë se majaja nuk fillon të aktivizohet, të fryhet dhe të krijojë ato fluskat sipër, atëherë i bie që majaja ton ose nuk ka qenë e mirë, kemi thënë, ose ne kemi ngrohur qumshin më shumë se ç'duhet, ose ka qenë shumë i ftohtë, diçka ka ndikuar, atëherë do ta përsërisim përsëri procedurë. Do ta lëmë thamë në një ambient të ngrohtë, derisa të fillojë dhe të fryhet dhe lëshon bulza nga sipër. Majaja time është aktivizuar, fillon të nxjerr bulza sipër, kemi thënë, dhe fillon fryhet nga sipër. Dhe pjesa sipër. Kjo do të thotë që është gati. Atëherë, tek mielli do shtoj kripën. Do shtojmë qumshtin, të cilin e kemi thamë me majan dhe me sheqeri. Do shtojmë vezën, e rahim pak fare. Dhe gjalpin. Gjalpin i kemi shkrirë, por nuk duhet jetë i nxehtë. Ne kemi shtuar dhe gjalpin dhe do fillojmë dhe do ta punojmë. Do ta punojmë në tas me pirun aq sa të mundemi, që ta shikojmë që të përzihet, pastaj mund ta kthejmë në tavolinë. Do shtojmë pak miell në tavolinë, kudo që ju të vendosni dhe ta hapni, po themi. Brumin e kam punuar, është një brum i butë, por jo i ngjitshëm që të na ngjiti në dorë. Thjesht duhet jetë brum i butë, jo shumë i fortë, në këtë mënyrë. As mos të na ngjitet në dorë. Atëherë do ta vendosim në tas dhe do ta mbulojmë me pecet. Do ta lëmë në një ambient të ngrohtë për 1 orë e gjysmë, derisa të vijë brumi. Brumin e kam lënë të vijë, po ta shikoni për dyfishuar vëllimi. Atëherë do shtojmë pak fare miell në tavolinën që ju do ta hapni, ose kudo që ju të vendosni të hapni brumin. Ta punojmë shumë pak me dorë, nuk ka nevojë. Është një brum shumë i butë, por jo i ngjitshëm. Dhe siç e kemi brumin, do ta presim në topa të vegjël.
Atëherë do ta presim brumin. Do ta bëjmë shiri të gjatë. Dhe siç e kemi, do ta kalojmë njëra sipër tjetrës në këtë mënyrë. Dhe nuk do ta vendos direkt në tabaka apo t'i shtoj miell apo kodion, por kam prerë letër fure, letër që përdorim për pjekje, dhe do ta vendos brumin e petullës sipër. Sepse do t'i lëm petullat që të vinë përsëri dhe nuk dua që pastaj kur ta marr ta kap me dorë dhe të filloj dhe ta prish. E vendos në letër dhe kështu do ta shtojmë në tiganin që do t'i skuqim dhe letra largohet vetë. Avash avash kur futet në vaj. Atëherë tham e hapim shirin dhe e kalojmë në këtë mënyrë. Vendosim një letër tjetër. Një petull tjetër. Dhe kështu do vazhdojmë derisa të përfundojmë të gjithë brumin. Brumin e petullave kam hapur të gjithin, i kam bën petullat gati, i kam vendosur të gjitha në letër pjekje dhe do t'i lëm në një ambient të ngrohtë të vinë për 30 minuta. Brumin e petullave e kam lënë të vijë për 30 minuta, e kemi gati, ka vazhduar dhe është fryr akoma. Kemi vendosur tiganin në zjarr me vaj të bollshëm, sepse duan që të skuqen në vaj të bollshëm, dhe pasi shikojmë që vaji është nxehur, do fillojmë dhe do shtojmë petullat në vaj. Do t'i shtojmë me kujdes, në këtë mënyrë. I ndihmoj dhe i shtoj me letër që mos t'i prek me dorë, nëse do t'i kapim, do t'i prishim pak a shumë, do t'i prishim formën, prandaj nuk doja që t'i kapnim me dorë dhe më mirë i kalojmë direkt me letër. Në këtë mënyrë. Petullat janë skuqur plotësisht, i nxjerrim nga vaji dhe unë i vendos në një pjatë ku kam vendosur letër kuzhine. Atë pak vaj që kanë tërhequr të kaloj në letrën e kuzhinës, përpara se t'i kalojmë në sheqer. Ne do vazhdojmë dhe do skuqim petullat e tjera derisa t'i përfundojmë. Petullat e kam skuqur të gjitha, pikim sobën, i lëm të ftojmë pak që të mundemi t'i mbajmë në dorë dhe i kalojmë në sheqer. Petullat e kam skuqur të gjitha, në një pjatë kam shtuar sheqer, mund të shtoni sheqer të bardhë, sheqer kafë, nëse ju pëlqen dhe kanella mund ta përzieni sheqerin me kanellë, sipas dëshirës tuaj. I kalojmë petullat në sheqer. Dhe i kemi gati për t'i ngrënë. Por tash mund t'i shoqëroni me çfarë të dëshironi. Janë petulla me të vërtet super të shijshme. Petullat e mia të lyera me sheqer kanë përfunduar, por mund t'i shoqëroni me çfarë do llogje që të dëshironi, reçel, mjalt, çokokrem, çokoladë të shkrirë, sipas dëshirës. Provojni se dalin super të shijshme dhe të buta. Ju bëftë mirë, miq të dashur.